A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sot do të flasim për një virtyt prej virtyteve të moralit islam që në arabisht quhet muraqabe. Muraqabe do me thonë ndjenja se Allahu të shikon vazhdimisht dhe nuk ki mundësi asgjë me mshef prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe me jetu me këtë ndjenjë vazhdimisht, kjo e bën muslimanin shumë të ndërgjegjshëm. Kjo e bën muslimanin të ndershëm. Kjo ja përmirëson njerit brendin e tij, ashtu sikur se ja përmirëson edhe atë anën e tij të dukshme. Se njerëzit e përmirësojnë zakonisht fokusohen vetëm te pamja e tyre e jashtme. Mirë po brendia më thonë, pse ajo është e msheft, sekret është. A realiteti i njeriut është çat mrena që e ka, çish ndjehet, si vepron kur askush nuk e shikon e kështu me radhë. Më thonë, kjo muraqabe që une e kam përkthyer si ndjeshmëria ndaj syrit të Allahut, pra të jesh i ndjeshëm dhe i ndërgjegjshëm se Allahu vazhdimisht të shikon. Ndjeshmëria ndaj syrit të Allahut quhet muraqabe, ose ndjenja se Allahu të mbikëqir vazhdimisht. Çka është kjo? Kjo është vazhdimësia e dijes dhe bindjes së robit se Zoti i vërtet, Allahu qoftë i lartësuar, e sheh anën e tij të dukshme dhe atë të fshehtë. Kjo do të thotë, kjo ndjenjë do me thonë me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat, mi kuptu emrat e Allahut, subhanahu wa ta'ala dhe me adhuru me to. Se ne duhet me bu ibadet Allahun me lut dhe me adhuru me emrat e tij të bukur. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu i ka emrat e tij të bukur, ju luteni dhe adhurojeni Allahun me to. Pra ti dush me adhuru Allahun me emrin Ar-Raqib. Një prej emrave të Allahut është Ar-Raqib. Ar-Raqib është ai i cili vazhdimisht i mbikëqir robërit e tij. Gjithashtu duhet me adhuru Allahun me emrin e tij El-Hafidh. El-Hafidh është ai i cili ruan robërit dhe veprat e tyre. El-Alim, ai i cili di gjithçka. Es-Sami', ai i cili dëgjon gjithçka. El-Basir, ai i cili sheh gjithçka. Pra, me i ditë këto emra të Allahut dhe me bo ibadet Allahun dhe me jetu sipas kuptimit të këtyre emrave dhe me qeni vetëdijshëm për këto emra të Allahut subhanahu wa taala, që kjo është ajo vetëdia, do të thonë, që e shkakton te njeriu se ai nuk mundet kur gjë me mshef para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo, të nderuar vëllezër, kjo quhet, do të thonë, njeri duke e kultivuar që këtë ndjenjë në shpirtin e tij, pra duke u bindë se ti Allahu e shef mendimin tënd, Allahu e shef qëllimin tënd, Allahu të shef kur je i vetmuar. Pra me kultivu që këtë njeri mrin në një gradë të adhurimit, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i përgjigjet Gjibrilit alaihi salam. Që ka thonë? Ka thonë se vjen Gjibrili alaihi salam formë njerit të pejgamberi dhe i parashtron do pyetje. I thotë ç'është Islami, pastaj i thotë dhe e kallzon pejgamberi. Thotë ç'është imani, kur do të ndodh kjo, më thonë ç'është ihsani. I thotë ç'është ihsani. Ihsan që dikush e përkthen bamirësia, nuk ka vetëm bamirësia në kuptimin e humanitetit që njeri duhet me tregu ndaj tjerë, po ihsan është me përsos diçka. I ka thonë ç'është ihsani? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihsani është me bë ibadet Allahun sikur me e pa. Që kjo është grada më e lartë e vetdijes Allahut të shef. Që ti kur ta bësh namazin, ta bësh çashtu sikur se je duke e pa Allahun. Kjo është kulminacioni, s'ka më nalt gjendje më e lartë e imanit se kjo, që vjen nga ndjeshmëria se Allahu të shef. Mirë po ka një drejtë pak më poshtë, që prap quhet ihsan. Ajo thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti nuk mundesh, më thonë, nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ti. Më thonë, kjo është pra me adhuru Allahun me bindjen e plotë se Allahu të shef. Dhe kjo
Kjo ndjenjë nuk ka thjesht, nuk ka thjesht kjo një informacion, një çështje që e di apo nuk e di. Kjo e transformon njerin. Çish e transformon? E bën shumë të përgjithshëm, e bën shumë të moralshëm, e bën shumë të vetëdijshëm. Nëse një muslimani e ka të kultivuar këtë ndjenjë, e ka me veti, se shumë njerëz, muslimanët në këtë kohë janë musliman kështu në aspektin sipërfaqësor veç. Me kanë për shembull i vetëdijshëm plotësisht se Allahu të shef, edhe me kanë ti sikur para njerëzve që shije, qashtu edhe kur i e vetë, se para njerëzve zakonisht njerëzit ndreqen, qish ndreqen, rregullohen, kujdes çka flasin, kujdes çka bëjnë. Kur është vetë, aje tregon realitetin e gjendjes e tij. Atëherë ndodh përmirësim të individët, ndodh përmirësim të shoqëria. Njerëzit bëhen të ndershëm, bëhen besnik, bëhen të kujdesshëm. Pse ai shikon njeriu, apo s'nuk e shikon njeriu, për ata njësoj është. Sa e di që vazhdimisht Allahu e shikon. Derisa isha student në Medinë, ka qenë një lajm shumë i madh, kam lexuar në arabisht atë lajmin, në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vend ku ka shumë kamera. Ndoshta është edhe Londra është një prej qyteteve që mbikëqyret nga kamerat. Gati se çdo qosh, çka ndodh për shkak me kontrollu krimin ato, për çfarë i kanë menu ato kamerat. Kështu është edhe New York, ndoshta edhe më shumë, se është vendi i zhvilluar edhe ata, çdo qosh të qytetit mundën me këshir në çdo sekondë se çka ka ndodhur, kush ka kaluar, çka ka ndodhur. A keni pa ato si nxizojnë ato ndeshjet në komunikacione, problemet e vjedhjet e vrasjet e gjithkund kije. Kije në autobus, kije në metro, kije në qendra tregtare, kije në rrugica, kije. Edhe çka ndodh, kjo lajm i vërtet, ashtu nuk e di unë, po sigurisht ka ndodhur ndoshta në fund në shekullin e kaluar, në fund të shekullit kaluar, edhe ka qenë një lajm botëror. Çka ndodh? Bin ato sigurisat e kamerave, nalet rima. A dini që ka ndodh? Ka ndodh me dhjetra mira vjedhje, dhunime. Që këtë që ato njerëzit që dalin veshin me katleke, me kravata, me sen, të ju hin njerëzve në përshpia, të vjet, të thi, si të cëllin dyqan, të e thi, se e kanë di që sonte një 5 orë s'ka me pas kamera. Edhe njerëzit, janë qu krejt ato në thojz ato domaqina, njerëzit martume me fëmije, me gra, të shku, të thi, dyqane, të marë, të vjet, edhe janë çudit. Çka është gjithë kjo e vjetme, se janë shëndru në hajdut, janë shëndru edhe ato që s'njihen si të tillë. Janë shëndru në kriminel, edhe ato të cilët nuk njihen se janë kriminel. Kështu është kur njeri, fokusin e ka vetëm të dënimi, vetëm të kamera, vetëm të njeri. A besimtari nuk është i këtill. Ne nuk themi që të musliman nuk ka qasi që me bomës me pa dikush në banket zezat bajnë, ama ato islami i tira është shumë sipërfaqësor. Ahlaki i islamit në mëson që ne, a na shikoj njeri, as na shikoj njeri, është e njëjtë. A i e vetë, kur mund është me bo një krim, apo i e, nuk është me rëndësi. Me rëndësi se ti nuk e bën Allahun shikuesin më të parëndësishëm. Se dikush për shembull i tutet prindit, dikush i tutet shefit, dikush i tutet për shembull, jo, shikuesi më i rëndësishëm që duhet me ndiku në jetën tona, në sjelljet tona, është Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot disa ajete kuranore që flasin për këtë. Për atë se ti nuk mundesh kur një sen mi mshef Allahu. Thot Allahu subhanahu wa taala: Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Allahut nuk i mshefet kur gjë, as një sen nuk mundet mu mshef për Allahut në tokë ose në qiell. Ose thot Allahu subhanahu wa taala: Ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur. Allahu e di kur dikush shikon fshehurazin me bishtin e sinit.
Dhe atë që e mshefni në gjoksat e juaja, në krahërorat e juaja. Allahu e di, për që ne keni mendim, do me bo mirë, a do me bo keq, a do me shku dikun, a do me bo një intrik, a do me bo një hile, ti vetë faktin që e mendon Allahu të shef, sikurse që njerëzit ta shohin fytyrën për shembull, sikurse njerëzit shikojnë si. Çashtu e di Allahu subhanahu wa taala kur njeri menon me bo diçka, kur njeri synon, planifikon me bo diçka, Allahu subhanahu wa taala e di. Më thonë ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Thot Allahu subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, ajo është me juve, Allahu subhanahu wa taala, ejne ma kuntum, kudo që jeni, wallahu bima ta'amelun basir, e Allahu ata që ju e punoni e shef. Më thonë ajo është me juve çdo kund. Megjithse Allahu subhanahu wa taala është mbi arshin e tij, Allahu subhanahu wa taala është në çdo inësi tonën, domethënë kur njeri e ban një hap. Për çka domethënë çka duhet me pas parasysh domethënë njeri në jetën e vet. Thon dietarët përpara se me bën një punë, nalu edhe meno mirë pse jetë e bë. Për kanë jetë e bë. Nëse nuk e ban domethënë me një jetë të pastër, nëse e ki për njerëzit, mos u lot hiç. E transmeton Muavija radiallahu anhu, Muavija ibn Abi Sufjani, një hadith, edhe thënë që kur e ka kallëzu këtë hadith Muavija, çdo herë që e ka tregu i ka rat fikt. Thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre njerëzit me të cilët do të ndizet zjarmi i xhehenemit janë lexuesi, luftëtari dhe shpenzuesi i pasurisë. Ne dim se, domethënë, me lexu Kur'an para njerëzve ose me i thirr njerëzit, ta themi dietari i fesë. Domethënë se në disa transmetime është përmend dietari, hoxha. Domethënë, ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta sjellin, ma sillni ata që ka lexuar në stop Kur'an. Do thotë Allah, edhe do ta sjellin. Edhe do të thotë Allahu subhanahu wa taala do ta pyes. Kish hadith i sakt. Ti pse e ke lexuar Kur'anin? Ose ti pse e ke shpërnda diturinë e fesë, që sikurse ne domethënë që folim në emër të fesë. Do thotë për hir tande në Zot. Do thotë Allahu subhanahu wa taala kedhepte, rrein. Ti e ke bon këtë njerëzit me thonë o sa i dishëm kana. Edhe të kanë thonë, e ke marrë shpërblimin e asaj që ti e ki dashtë. Se njeri synon që ta, dikush synon që ta ta mërije. Ti dale emni se ki qenë ka dikushi, ki qenë ka ledzusi, ki qenë ka i dishmi, ki i di ka senet. Edhe, thot pejgamberi sam, dhe i urdhnon me lekët Allahu subhanahu wa taala dhe e gjujnë në zjarr. Pastaj, thot, ma sillni atë luftëtarin, mujahidin, ai i cili ka vdek, e ka dhënë shpirtin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Më thojza, më thonë e ka dhënë shpirtin për çka? Do ta vetë edhe pse ki luftuti. Ai ka më thonë po për ti o Zot. Thot Allahu ke vepte. Po rrein. Ti ke luftu që njerëzit me thonë sa trim kanë aki. Më thonë, çka është kjo? Pse i bëjmë ne ibadetet? Nëse ne i bëjmë për njerëzit apo i bëjmë për Allahun? Nëse nuk i bëjmë për Allahun, hiç mos u lat. Hiç mos hum kohë. Prandaj është një fjalë e dietarëve të vjetër, domethënë thua juni atyre që i bëjmë punë për sy e faqe le të mos lodhen. Mos lodhen badiava. Edhe Allahu subhanahu wa taala thot, edhe të kanë thonë, filani ka luftu. Filani është komandant, po ti për komandant ke luftu me të thona. Nëse ki luftu për me të thonë komandant, u kri s'ka kur gjohë të Allahu subhanahu wa taala. Jo që s'ka kur gjohë prej se vapeve që ti në më thonë ke kontribu, po nuk ka do me thonë gjunahe, sepse ti një vepër të mirë se ki bo për hir të ati që të ka kriju, që të shef edhe që të përcjell. Dhe do të urdhnohet dhe do të gjuhet në zjarr. Dhe në fund do të thrasin ata i cili ka dhënë pasuri.
Bamaki ka dhënë, ka ndërtu një xhami, Bamaki ka ndërtu një rrugë, ka një shkolla, një kontribut madh, ai ka, domethënë i ka ndihmu, ka ndërtu shtëpia fukarave, ju ka dhënë me hangër, ka bo kete, ka bo ata, ka shpenzu pasuri. Ju thot Allahu subhanahu, pse e bën ti këtë? Pse e ke bën? Thot e kum bën thot për ti o Zot, thot Allahu po gënjen, po rren. Ti e ke bën që njerëzit me thon sa bujar kanë aki. Sa gjymert pas ka konë. Për ato ajo vija që e dallon njerin e sinqert, edhe ajo prishje e niyetit është shumë, domethënë e holl. Njeri Bamvakia nis me e bo një punë të mirë, ama përfundon kur e shef o të e bo për qëtër qëllim, s'është e bo për atë niyetin për cilin ai ka pas në fillim. Për mi thonë bujar, e thot kanë thonë tash edhe e gjujnë në me thonë në zjarët e xhenemit. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupe të njerëzve, të janë hadithe gjata, normal që këto janë tema në vete, po ka thonë pejgamberi sallallahu 7 grupe të njerëzve do të jenë në hijen e arshit të Zotit. Atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut subhanahu wa taala. Se toka do të rikrijohet. Edhe do të bëhet si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ajo buka në çerep. Buka, do me thonë kur pje përpara që i kanë pjek ato bukët e mëdhaja. Që ashtu do të krijohet toka dhe njerëzit do të dalin, që ajo është vendi i ringjalljes. Edhe ajo do të jetë ekspozuar ndaj diellit. Vetëm disa njerëz do të jenë në hijen e arshit të Allahut. Kush janë ato? Ato janë 7 kategori të njerëzve. Prijesi i drejtë, thotë pejgamberi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 grupe të njerëzve Allahu do t'i vendojë në hijen e tij. Atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut. Dhe ka përmend grupi i parë, imamun adil, prijesi i drejtë. I dyti, shabun nasha'a fi ibadatillah, njëri i cili jetën e ka nisë me ibadet. Mi thon, pre kur be ma Ramazan ti? Vallahu unë e moj Ramazan prej 9 vjet. Dikush prej 7 vjet ma Ramazan. Dikush namazin e fal pin 7 vjet. Thot shabun nasha'a fi ibadatillah, njëri i cili është rrit, ama jetën e ka nisë me ibadet. 3, më thon, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, një njeri i cili zemrën e ka pas të lidh me xhamin. 4, rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, 2 njerëz të cilët janë dash vetëm për hir të Allahut, jo për interes. Për hir të Allahut janë bashku, ama dhe për hir të Allahut nëse ka nevojë janë ndarë. 5, wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamal, dhe një njeri të cilin e fton një grua e bukur dhe me autoritet, me famë, për me bon zina. Mirë po ki thot, inni e khafu Allah, thot unë i tut në Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun të saddaqa bi yaminihi, në me thonë, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tukhfi yaminuhu, dhe një njeri i cili jep me dorën e tij të gjatë, më sheft, aq sa dora e tij e majt nuk e di se çka ka dhënë. Kjo nuk mund, se durt nuk din, po kjo shprehje do me thonë një njeri i cili jep jo për me lavdru të tjerët, po jep vetëm për hir të Allahut. Thot, jep me të djathën aq sa e majta e tij nuk e di se çka ka dhënë e djatha, do me më sheft. Dhe grupa e 7 është ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, edhe një njeri i cili e përmend Allahun kur është vet dhe i mbushën syt me lat. Vet kur është, se ka dikush ibadetin, unë e përmenda një ditë devotshmërinë e rreshme. Sigur ai që e ka në pazar, në treg njëri prej në kohën e Hazreti Omerit dhe ka marrë një hurme dhe ka thonë, e kujtosh kjo hurma, e kujtosh se unë e kum gjetë një hurme në një pazar ku shiten me beton hurma, ka thonë Omeri radiallahu anhu, kam shumë do me thonë me shkop, ka thonë edhe me mshele gojen se nuk është kjo devotshmëria, do më kallzu njerëzve se ti çaç, do me thonë ki kujdes një hurmë s'ki me e marr atë, se ka të njerë kur njeri qëllimi i tij është me e kallzu të tjerë, që kjo është ajo do me thonë që e shkatëron atë sevapin e veprave të mira. Pra njeri, cila është kategoria e 7, ai që e përmend Allahun në vetmi dhe i mbushën syt me lat. Mirë, 7 kategori. A dini çka kanë të përbashkëta këto 7 kategori? Krejt e kanë vetë dijen se Allahu i shikon.
Secilën kategorinë se analizon. Këtë e thonë dietarët. Domethënë njeri pse është i drejtë? Pse nuk bën zullo? Se tutët se Allahu e shef ka me marrë përgjigje. Domethënë një njeri i cili e ka nisë jetën me ibadet, ai ka vetdijen se Allahu vazhdimisht e shikon. E kështu me radhë. Këtë kategoritë flasin se ndjenja se Allahu e mbikëqyr robin e tij është e fuqishme tek ta. Dhe këto do të jenë në hijen e Allahut subhanahu wa taala. Tregojnë dietarët se më thonë një hoxhe ka pas shumë nxënës. Më thonë këtë në për libra. Në rast i vërtet. Mirë po njënin për nxënësve e ka dash shumë. Edhe këtë e kanë vërejtë, ka thonë, qysh beti ma shumë po e dallon ato nxënësit e kanë vërejtë, ka thonë, që këtë po e dallon shumë. Një ditë dalin në një piknik, edhe i zgjedh ki hoxha dhe me thonë një grup, thot a di qka da bëjmë tash. Tash kena me bo një eksperiment. Ama ative nuk ju shkon mendja se qka do me bo. Thot si cili e merë njënin prej, me thonë vajeb nga një pëllumb. Se mishi i plumbit hat, apo? Kena mi therë. Mirë, po se cili ka mu më shef dikun, ta shof në ne a mu kena me gjetë, si cili do të shkoj dhe do ta therë pëllumbin në një vend ku se shef askush për njerëzve. Pastaj do ajo procedura tjetër e pregaditjes së ushqimit do të vijë. Ama të shkojë dikun ku se shef askush. Edhe i marrin ato si cili nga një pëllumb edhe shkojnë, më shefën. Edhe këtë vinë dhe me thonë me pëllumbin e therur. Ta shofën, ato të mendu se tash kush ka me mujt me gjetë vendin ku e ka therri. Vetëm ki në më thonë nxënës të cilin hoxha e ka dallu, vjen me pëllumbin gjallë. Edhe mbledhen ato, këtë i ka në therë pëllumbin, veç që ka therë. Thot, qka u bëu puna me ti, pse nuk i ke therë? Po thot, ti më thave në një vend kur kush s'ka me të pa. Une nuk gjeta në një vend ku nuk më shef Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur kush ati hinë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. E thot, e për që këtë, dhe me thonë, unë e kam dallu. Këta njerës janë njerës të veçanë. Dhe me thonë, me mri njeri, se normal, kjo vjen si rezultati besimit, kjo vjen si rezultati... Pse qatë shumë duhet me përmendë për shembull Allahun subhanahu wa ta'ala? A i keni pa? Prej se ti hapësh sytë namaz sabajt. Çka duhet me thonë? Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Që këtë dua e ka bo për në momentin kur i ka qelë sytë, kur o qu, në me thonë natën. Falëndrimit e konë Allahut i cili më ngjalli pasi që isha i vdekur dhe tek ai do të mblidhemi, do të tubohemi. Kjo është manaja e. Më thonë, masën e qka ban? Njeri shkon me rabdes, e ban dhikër, e përmendë Allahun para se me marr rabdes, mas i del prej banjës, dhe më thonë e fal namazin, e ban dhikrin e mengjezit, e ban dhikrin kur del prej shtëpisë, e ban dhikrin kur shet diçka për udhe, kur shet ndonjë fatkeqësi, kur shet ndonjë me të meta, kur një, do të thonë vazhdimisht kur, do të thonë mas i lind dielli, e kështu vazhdimisht jeta është e stërmbushur non stop me dhikr. A dini pse? Dhikra dhe shumë e thonë, për kujtim, që njeri me kujtu ka dalë, une kudo që jam, çka do që bëj, kudo që ndodhem, çka do që mendoj, une duhet me përmendë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe dhikri ta jep, në më thonë përmendja Allahun subhanahu wa ta'ala, ta jep këtë ndjenjen se Allahu është duke të shiku, se njeri ka mundësi me ra në gaflet, njeri ka mundësi mu hutu, njeri ka mundësi mu habit, njeri ka mundësi me haru Allahun subhanahu wa ta'ala. A i ndodh një gzim, a i ndodh një piklim, a i ndodh një angazhim, a i ndodh një problem. Ti dush me përmendë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, kur i mërzitur ka dhikr, kur i gzum ka dhikr, kur shet diçka që të pëlqen ka dhikr. Vazhdimisht njeri në çdo moment duhet me bë diçka prej dhikr. Kur është duke ndëgju njeri, për shembull, dhikr konsiderohet edhe shpjegimi i fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Për çaj këto mezhliset e derseve quhen me xhalisu dhikr, mezhliset e përmendjes së Allahut. Edhe kjo është dhikr. Edhe kjo është dhikr. Vazhdimisht, do të thonë kur flitet për shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. E tash, çka na jep, do të thonë, kjo ndjenja se Allahu na mbikëqir. Cilat janë frytet e saj? Janë shumëta që i kanë përmendur dietarët, mund të përmendi shkurtimisht. E para, edukata me Allahun. Njeri i cili beson se Allahu e shet brendin e tij, ashtu sikur se e shet anën e tij të jashtme, ai do të jetë, domethënë, i edukuar me Zotin e tij.
Nuk është para njerëzve i mirë, i devotshëm, i sjellshëm, ndërsa kur vetmohet, domethënë i ban krejt punë tek qia. Se këta nuk janë besimtarë të mirë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do të vinë njerëz me të mira, me sevape, sikurse kodrat e bardha të Tihamës. Kodrat e bardha të Tihamës, që i ka përmendur pejgamberi në këtë hadith, janë një vargmale prej Mekë deri në Yemen, jug të gadishullit arabik. Janë kodra të mëdha. Ka thotë do të vinë ditën e gjykimit disa njerëz me sevape, sikurse kodrat e Tihamës. Mirë pa Allahu do të va bëj hije pluhur. Thanë sahabët u trishton. Thanë ja Rasulallah, kush janë këta? Na i përshkruaj që të ruhemi, mos bëhemi ne prej tyre. Tha pejgamberi sa, ato janë si ju, flasin si ju, falen si ju, falen sikur se ju. Mi po kur vetmohen, i bëjnë, po e them kështu me fjalë klira të mia, i bëjnë krejt zeza. Thot i shkelin kufit e Allahut. Domethënë, i bëjnë krejt haramet kur vetmohen. Sepse qëllimi i tij është ai më u duk i mirë para njerëzve, ama nuk është me rëndësi ai shikon Allahu subhanahu wa taala apo nuk e shikon Allahu subhanahu wa taala. A është kjo edukata e duhur me Allahun që ti më shumë me i vlerësu shikimet e njerëzve se sa me vlerësu shikimin e Allahut? A është kjo edukata e duhur? Nuk është kjo edukata e duhur. E dyta është, domethënë, njeri me mrinë të çket gratë dhe dijes, ndërgjegjësimit dhe ndjeshmërisë se Allahu e shikon, këto janë njerëzit e xhenetit. Këta janë ata të cilët e fitojnë xhenetin Allahu subhanahu wa taala. E treta, qetësia që krijohet në zemrat e tyre. A e dini se njeri i cili është i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, në zemrën e tij krijohet një qetësi, do të thonë një rahati që nuk është pse se ai i cili mundohet të kënaqë njerëzit, ai i cili mundohet të punojë për njerëzit, domethënë ai vazhdimisht do të jetë domethënë në turbulenca të ndjenjave dhe emocioneve të tij. Sepse njerëzit ta shohë e dojnë, njerëzit nuk e dojnë, njerëzit kanë kritikë. Jo, ti dush mu lidh me Allahun subhanahu wa taala. Edhe ajo që ndihmon është firasja. Njeri i cili është i lidh me Allahun, edhe që shikimi i Allahut për të është më i rëndësishëm se të gjitha shikimet e krijesave të tjera, domethënë Allahu subhanahu wa taala jep firase. Unë e kam shpjeguar firase, do të thonë se njeri kur e shef dikën e dikton a është njeri mirë, a është njeri keq. Kjo quhet firase. E përdorin një fjalë fiziognomi. Domethënë fiziognomia është mbas të pamjes së jashtme të dikujt me ia ditë mbrendin. Domethënë kjo është vjen nga imani. E shef dikën thuki është mashush. Për çat Imam Shafiu e ka thënë njërin prej talebeve, të tij e ka thënë domethënë në treg me i ble diçka. Ka thonë shko blejmë diçka se unë jam i zanë, edhe ka shkuar i ka blej diçka në treg. Edhe kur vjen, thot pi kujt i blejte, thot pi filanit, si u dukte, thot ishte që kështu pamjen, ja përshun ai talebeve. Thot shko kthej se thot ai fllëç është. Kthej këtë mallin, hiç mos ma. Do thonë prej nga vjen se di gajbin kurkush. Mirë, po kjo është vjen nga imani. Vjen nga imani. Por çat Othmani radiallahu anhu, Hazreti Osmani, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka hyrë njëri në xhami, kur e shef Osmani, thot shpejt dil shko, ban taube te Allahu subhanahu wa taala. E dikton që ka bën zina. Domethënë e dikton në fytyrë. Kjo quhet firase. Kjo vjen si rezultati i imanit. Njerëzit të cilët janë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala, njerëzit të cilët, edhe kjo është e vërtetë, këtë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë e përkrahin një gjë të tillë. Gjithashtu prej fryteve të kësaj ndjeshmërisë Allahu subhanahu wa taala na mbikëqir, është mi dhënë përparësia asaj ajo që është Allahu subhanahu wa taala dhe me i madhru kufit e Allahut subhanahu wa taala. Një njeri i cili jeton me ndjeshmërinë se Allahu e shikon vazhdimisht, do të thonë ka kujdes që mos i shkele, do të thonë harame dhe me këtë do të thonë fiton edhe rahmetin dhe mëshirën dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bëf për tyre. Me kaq, do të thonë po e përfundoj, lutem Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj të stolisemi me këto virtyte, se këto virtyte, do të thonë këto muslimanët e parë kanë pasur këto cilësi. Edhe për çata dhe janë dalluar si shoqëri edhe si individ. Allahu na përmirësoft të gjithëve, alhamdulillahi rabbil alamin.